Përshëndetje miq, atëre pak info për eklipsin diellor që do të ndodh me 29 mars, orari sakt për orën e Shqipërisë është nga 11:30 deri në 1:30. Nuk duhet ngrënë ushqim dhe as pirë në këtë orë, sepse në eklips pra tretja dobësohet dhe çdo ushqim që han përmban rrezet e diellit, që po hahet, që po kullofitet pra nga planeti Hije Rahu. Po mund të mos dil fare jashtë në orarin e eklipsit. Hëna pra është e re, që nënkupton fillime të reja të gjërave dhe mbarimi një cikli. Rilindja, pra ndryshimi i zakoneve të këqija dhe zëvendësimi me zakone të mira në jetën tonë. Ky eklips do të ndodhë në shenjën e Peshqve dhe aty kemi 6 planet. Pra toksimi shumë i rëndësishëm do ta bëjnë që të gjithë. Ky eklips jep një energji stuhie, si përjashta dhe brenda, pra gjendje stuhie emocionale brenda vetes tonë. Mos merrni asnjë vendim të rëndësishëm të ditë dhe një ditë përpara dhe një ditë mbrapa eklipsit. Eklipsi diellor ndodh në shenjën e Peshqve dhe po të shkojmë në detaje, ndodh në yjesin kshatra Uttarapadrapada, simboli një gjarpri në mitologji që qëndron në shtratin e oqeanit, pra simboli i gjarprit shpirtëror, si thua, kundalinit ose turbulenca ujore emocionale, brenda teje dhe jashtë teje, sepse shenja e Peshqve përmban elementin ujë. Unë këshilloj njerëzve meditimin lotusoshën, të përsërisin mantrat në shqip, unë dua të arris balancën mendore dhe rritje shpirtërore, unë dua të kryej karma të mira, unë dua të harmonizoj vullnetin tim me vullnetin e hyjnisë.